E tani bëhuni gati, vëjeni ripin e sigurimit se unë nesëm, shkum. Jo se s'po shkojmë kërka, po që ndroni këtu me mu, se materiali radhët pësoj që do ju pëlqej se cilit apo edhe se cilës. Si rëndom, edhe këtë vit jemi munduar që sa do pak të arrim të përmbledhem në një listë femrat më seksi shqiptare të po këti viti. Se kush bën pjesë aty dhe cila u cilësua më seksi se tjetra, e shpojmë vetëm pas pak. Shikim të këndshëm. Pështu si ka filluar i gjithë kinxet, duket se trupat e gjinjë së butë vinë në shpreje edhe më shumë. Janë të famshme, flitet për to gjithandej, portalet elektronike e televizionit i ekspozojnë ato më shumë. Jeta e tyre është pikë qendrore për mediat, e trupat e tyre pikërisht në këtë stinë vinë në pa. Ushqimi i kujdesshëm, ushtrimet në palestra sportive e shumë gjëra tjera i bëjnë ato të duken sa më in e aq më seksi. Po fillojmë me bukuroshën shqiptare që jeton e vepron në Amerikë, Angela Martini. Seksualitetin e saj ajo nuk mund ta mbajë për brenda. Martini muaj më parë ka lansuar edhe linjën e saj të bikineve, ku edhe për ta promovuar s'kishte nevojë për modele sepse ajo mbulon ato pjesë më së miri. Po ashtu, Angela cilësohet njëra nga modelet më të veçanta. Falë tipareve të saj mesdhetare edhe formave të lakuara në kufejt e perfeksionit. Është një femër provokative që di të josh dhe di të shes me perfeksionin që tashmë e ka arritur. Pas rastin mi pa disa fotosesione të Angelës me bikini dhe me të mbrendshme, edhe aty mund të vehet forma jashtëzakonisht e mirë trupore. Ka muskuj shumë të mirë definuar edhe vetë fakti se ka pozu për të mbrendshme, është në formë të mirë edhe duket me linja tepër të mira. Është këngëtarja që kohët e fundit po lanson këngë e klipe çdo muaj. Klipet e saj dukshëm po e shprehin trupin e Nora Istrefi. Jo rastësisht cilësohet si femna ose këngëtarja me trupin më seksi në strat. Ka një trup shumë të mirë definuar, një shtresë shumë të vogël, dhjamore, muskuj të bukur, edhe është mbajtur shumë mirë formën e saj. Gjithmonë fresh dhe gjithmonë shumë seksi në sytë e shqiptarëve. Ajo ka gjoks, ka vithe, ajo i ka të gjitha përmasat që i duan jo vetëm një shqiptari për të quajtur seksi, por që i duan një femre për të quajtur seksi kudo ku performon dhe paraqitet. Nora definitivisht është hot. Zona Krasniqi, të besoni apo jo, ajo gjendet në listën tonë. Zona përfaqësoi Kosovën për herë të parë në Miss Univers, ku edhe hyri në 10 më të mira. Seksi për industrinë e modës. Zona, nuk është se kemi pa edhe shumë fotografi të zonës me bikini ku shihen linjat e saj trupore, po me ata sa kemi pa domon duket shumë mirë. Kemi pa fotografi të tjera në për kostume, duket mirë zona. Ambasadorja e Kosovës që ka filluar të shkel me hapa të shpejt një treg shumë të madh të muzikës botërore, Rita Ora, nuk shihet shpesh e ekspozuar. Përkundër disa skandaleve që kohët e fundit nuk po e lën të qetë duke e mbajtur në top të mediave botërore. Duket shumë mirë, kemi pas rastin me pa kohëve të fundit me një styling shumë të bukur, po që vrehet edhe trupi, edhe forma e saj e mirë. Unë jam i sigurt që
Gjitha këto padyshim se ushtrojnë edhe kujdesen për trupin e tyre, bojnë palestër edhe kujdesen edhe në ushqim. Kështu edhe Rita i përket me siguri domethënë njerëzve të tillë që kujdesen shumë për veten. E për fund, s'po lëm pa përmendur femrën më të përfolur për lidhjen e saj të fundit, Dafina Zeshirin. Është kjo këngëtarja që i mban fansat e saj me foto gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale, Twitter e Facebook. Tash sfundi domethënë kam pas rastin me pa edhe formën e saj trupore për safërmi gjatë fotografimit. Jashtëzakonisht duket mirë me muskuj shumë definum, shumë pak shtresë vjamore, edhe besoj që në kohën e fundit tash Dafina duket më mirë se kur më parë. U kënaqet apo jo, këto ishin disa nga femrat VIP shqiptare që shfaqin kujdesin për trupat e tyre në mënyra të ndryshme. Vera shumë hot, e femnat e estradës si të jenë çdo ditë në spot.